Rikut, për shkak të kredibilitet, vetëvendosja edhe mja huq ka njëherë, njerëzit ja folin, opozita edhe mja qëllu ka njëherë, njerëzit nuk ja pranojnë. S'po di ja po kupton kush. Unë besoj që forca e vetëvendosjes është që aty që arrin me bind elektoratin në mas të konsiderueshme edhe nga njerë kur të gabon ajsan. Po vrihet që opozita nuk ka qenë shumë e lëndume për rezultatet të kaluar zgjedhjeve, edhe nuk ka kam mja majt pos mu kap në çështjen e presidentit, edhe eventualisht me dopsu pak vetëvendosjen. Të shuajmë akoma me dopsu. Unë e pres që vetëvendosja mundet me marrë edhe 63%. Edhe 63%. Pres. Mos po them se ka më marrë. Po. Veç pres. Nuk jam për atyre që thom, s'ka shans. Pse? Se në 2021 krejt thëshëm, kur s'ka ndodhë mi marrë 51% një parti? Maksimumi 37, 36 i merë. Po kënon bazë shkafit duhet me marrë një parti 63%. Vetëm ja mundet më kënd, bazë shkafit i ka marrë me 28 jetor. S'ka pas në arsye tjetër. Vesh njerëzit s'po dojnë më bloku. Qa jo do të më kënd? Jo, unë të veta, ti garon me një parti politike, me një subjekt politik i lyp qytetarit vërët për shkak se ki me realizu do projekte, apo? Në këtë rast jo. Në këtë rast jo, veç më shoj që Albini është, jo, në këtë rast opozita po na blokon. Që kjo është me qka të bloku për opozita, o krenar, ti e një sistem